Silvana Braçe është një nga moderatorët më të mira në Shqipëri. Me zërin e saj të qetë, mirësinë që përcjell nëpërmjet fjalëve dhe buzëqeshjes, ajo vijon të mbetet një nga gazetaret më të dashura për publikun. Asnjëherë Silvana nuk e kishte menduar se do të bëhej pjesë e ekranit, madje këtë nuk e kishte parë as në ëndrat e saj më të bukura. Ajo tha se çdo gjë që ka ndodhur ka qenë thjesht një rastësi. Unë kam qenë duke u thuar në tren me mamin, dhe përballë nesh ka qenë i ulur krejt rastësisht një drejtor i radio televizionit shqiptar. Ai ka dëgjuar zërin tim, teksa flisa me maman dhe artikulimin tim, e më pas më bëri një propozim. Ti do të vish në radio televizionin shqiptar dhe do të bësh disa prova. Nëse zëri në mikrofon të del, po kaq i ëmbël sa e ke në komunikimin e përditshëm, ti do të bëhesh pjesë e radio televizionit shqiptar. Dhe kështu u bë. Silvana për vite ka kënaqur publiku me prezantimet e saj, por krejt papritur, Silvana u zhduk nga ekrani. Në një intervistë dhënë së fundmi, e pyetur për arsyet e largimit nga ekrani, ajo tha: "Unë bëra një shkëputje, sepse më erdhi në jetë i mbirë, por kur u ktheva në televizion, gjërat kishin ndryshuar. Unë solla ide për të bërë një emision që promovon vlerat dhe ndihmon në edukimin e brezit të ri, por nuk mu pranua. Më thanë se nuk kishin interes për këto lloj formatesh. Me sa duket, kohët kanë ndryshuar, por unë mendoj se vlerat njerëzore nuk ndryshojnë asnjëherë, prandaj kam qëndruar jashtë televizionit, sepse unë besoj tek vlerat dhe edukimi, por jo çdo drejtues mendon si mua. Për momentin, unë po angazhohem në aktivitetet që mbahen nga shqiptarët në vende të ndryshme të botës. Unë ndjej në çdo aktivitet dashurinë e publikut dhe kjo më bën me të vërtet shumë të lumtur."